Hetimet për ngjarjen e rënë në Lozhan, ku si pasojë shkëmbimit të zjarrit mbeti i vrarë efektivi Enea Mekolli dhe u plagos kolegu i tij Edison Adri, kanë gjetur dhe sekuestruar në stanin ku fshihet Violant Braçellari, arma Kalashnikov që dyshohet se është përdorur kundër efektivëve të policisë, si dhe një sasi e konsiderueshme municioni luftarak. Në vendin ku fshihej shumë kërkuari, policia ka gjetur dhe një radio policie, dylbi dhe disa dron, të cilët janë sekuestruar dhe po i nënshtrohen ekspertizave për të përcaktuar funksionin dhe përdorimin e tyre. Nga hetimet e prokurorisë dhe AMP-s për zbatimin e procedurës dhe protokollit nga ana e drejtorisë së policisë së Korçës nuk janë konstatuar shkelje, sa i takon mungesës së kërkesës nga ana e policisë së Korçës për forcar Enea apo forcën operacionale. Grupi hetimor bën të ditur se policia e Korçës ka vlerësuar në mënyrë korrekte rrezikshmërinë e Braçellarit, i cili ishte i dënuar për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike dhe jo për vepra të rënda penale që lidhen me jetën. Kërkesa për forcar Enea vlerësohet rast pas rasti dhe nuk është detyrim që zbatohet në çdo operacion policor, bën me dije grupi hetimor.